e bukur, sepse sa herë që na kujtohet kjo ngjarje, na kujtohen fshatrat tona, na kujtohen vendet tona, ku kemi ecur me këmbët tona, ku walillahi alhamd, me lejen e Zotit, pra kemi thirrur ezanin edhe në disa vende që ndoshta ka pasur dekada që nuk është thirrur ezanin në ato vende. Ndoshta ka shkuar dhe gjysmë shekulli pa u thirrur ezanin në ato vende ku ne kemi thirrur ezanin. Andaj, ezani është çlirimi i shpirtit dhe mendjes, sepse të thret në shpëtim. Hayya alal falah, eja në shpëtim. Dhe kur çliru Mekja, Bilal i thirrë ezanin, besimtarët u falën dhe ju drejtuan Allahut me lutje, me lot në sy, pasi u rikthyen në tokën e tyre, në dheun e tyre. Meka është vendlindja e Muhamedit a.s. Mirë po çdo njëri prej nesh kemi nga një vendlindje, qoftë në fshat apo në qytet ku kemi lindur. Dhe çdo njëri prej nesh që i falim 5 vakte namaz, e kemi obligim që në vendlindjet tona ta përhapim këtë amanet që e përhapi dhe Muhamedi a.s. Ky amanet që na është dhënë ne si krijesat Zotit, si khalifetun fil ard. Prandaj çdo njëri prej nesh në vendet tona, kudo që jetojmë, kudo që punojmë, me sjelljet tona të mira, me veprimet tona të mira, me urtësitë tona, ne duhet japim mesazhe të mira, çliruese. Mesazhe çliruese, jo mesazhe penguese. Çlirimi nga errësira dhe largimi pra nga paganizmi. Ky është çlirimi i vërtet. Dhe kjo është fitoria e vërtet. Pra të largohemi nga errësira. Dhe të hapim librin Kur'anin, ku është manual zgjedhës i kësaj bote dhe botës tjetër. Ky libër që është oqean i pashtershëm i diturisë. Oqean i pashtershëm që sa herë që zhytesh në këtë oqean dhe thellohesh në të, pra merr diçka aty. Dhe tamam kur ti mendon se ke